Një diskutim mes banorëve të Big Brother VIP Albania 5 ka shkaktuar tensione pasi Artani zgjodhi të përdorte një frazë nga filmi i njohur shqiptar Vdekja e Kalit. Gjatë bisedës në grup, në të cilin ishte e pranishme dhe Brikena, ai deklaroi me ironi: "Vdekja e Kalit." Vdekja e Kalit kur i tha Bushtra deshte më provokonte. E keni parë filmin? Ky fjali shkaktoi reagimin e menjëhershëm të Brikenës, e cila i kërkoi të shpjegonte rreth qëllimit të këtij citimi. Çfarë ka lidhje kjo? Incidenti nuk ka mbetur vetëm brenda mureve të shtëpisë. Familjarët e Brikenës, të cilët kanë në menaxhim profilet e saj në rrjetet sociale, e kanë dënuar ashpër këtë moment. Brikena ka qenë shumë e prekur nga ky fjali i Artanit dhe në një moment ka dashur të qëndrojë vetëm, por edhe të kërkojë produksionin që të dalë nga shtëpia, pasi nuk mund ta lejojë këtë fjali apo këtë ofendim të tij kundrejt saj. Megjithatë, ka qenë Mateo ai që i ka ndrenjur afër asaj dhe ka ndihmuar që të kalojë këtë pjesë. Nuk dihet nëse vëllai i madh do të marrë masa për Artanin, pasi kjo gjë nuk i është dhënë asaj në mënyrë të drejtë për drejtë, por indirekte. Megjithatë, të gjithë njerëzit në rrjetet sociale dhe ndjekësit e këtij formati kërkojnë që Artani të marrë patjetër një zarf të zi ose një dënim, pasi kjo është e pafalshme. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Artani duhet të marrë ndonjë ndëshkim? Dhe a mendoni se ka patur drejt për drejt për Brikenën? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.